Të dashur teleshikues, ju përshëndes. Po fillojmë lajmet në televizionin 4+. Kujtohet 67 vjetori i krijimit të ekipit të mundjes Traktori. Shoqata Kombëtare e Mundjes Shqiptare në bashkëpunim me Bashkinë Lushnjë organizoi aktivitetin ku u shpërndan medalje nderi për ish-sportistët e mundjes. Shoqata Kombëtare e Mundjes Shqiptare në bashkëpunim me Bashkinë organizoi 67 vjetorin e krijimit të ekipit të mundjes Traktori, ku u kujtuan ish-sportistë të mundjes, ish-trajner, organizator dhe mbështetës të këtij sporti tradicional që simbolizon forcën dhe qëndrueshmërinë në ambientet e muzeut të qytetit. Në një foto ekspozit u prezantua historiku i këtij ekipi dhe sportistëve të tij. Figurat më të shquara të sportit të mundjes të Lushnjës, që u shndërruan në një burim krenarie për shumë lushnjar, si Skënder Gjyla, Pëllumb e Zyber Meçe, Pëllumb Zjani, Koçi Koçibelli, Ramazan Gjyla, Virgjil Xhafa e të tjerë u dekoruan për kontributet e tyre në këtë sport. Ekipi i mundjes Traktori ka lënë gjurmë në historinë e sportit kombëtar të mundjes, por ky sport nuk praktikohet më në Lushnjë. Ish-mundësi Ramazan Gjyla kërkoi rihapjen e ekipit të mundjes, pasi sportistët talentuar që e duan këtë sport me shpirt ka për ta drejtuar atë. Falenderojmë pafund, jo vetëm unë, po të gjithë mundësat dhe dashamirësit e Lushnjës për këtë aktivitet në këtë 65 vjetor, në këtë përvjetor që bëni ju. Lushnja ka nevojë për ta ngritur një ekip mundje. Edhe këtë gjë duhet ta ngrenë këto zëri. Çuna për drejtuar këtë sport kemi, sportista Lushnja ka pas dhe do ketë gjithmonë që e duan këtë sport me shpirt. Virgjil Xhafa, ish drejtuesi shumë sporteve, kujtoi vështirësitë ku stërviteshin sportistët e mundjes që i quajti heronj. Kujtoi me vëmendje kushtet në të cilën janë stërvitur ato breza. Nga njëra anë një pasion i jashtëzakonshëm i sportistëve lushnjarë, por dhe ato që vinin nga fshatra, si Verzit Kaja, që ishin model. Dhe nga ana tjetër, mos përgjigja për këtë cilësi që kishin përpara për këto lojtarë shumë cilësor. Drejtoria e Qendrës Kulturore dhe Klubit Shumë Sportesh, Brisilda Dervishi, përshëndeti ish sportistët që morën medaljet e merituara. Falenderoj shumë për eventin që po organizoni. Ne si Klub Shumë Sportesh do na keni gjithmonë për krahje, çfarë do ju duhet nëse ju do ta rihapni, do bashkëpunojmë. Po, na keni për bashkëpunim, ju falenderoj dhe mirënjohje të gjithë sportistëve të mundjes. Ndërkohë, sekretari i përgjithshëm i Shoqatës Kombëtare të Mundjes Shqiptare, Xhelil Zibaku, theksoi arritjet e sportistëve të mundjes lushnjar. U takuam sot këtu në këtë takim shumë simbolik, shumë domethënës, por për fat edhe pat pjesëmarrje dhe sinqerisht i vlerësoj shumë të gjithë veteranët, familjet e tyre që morën pjesë, duke na dhënë një pasqyrë të gjithë kontributit që ka dhënë familjet e tyre vetë sportistët për këtë qëllim. Ne sot nderuam themelusin, ose si thua është një në organizatorët më kryesor të mundjes, Skënder Gjylen, ish mundës kampion, trajner, njëti ekipin e Lushnjës arriti e çoi në kategorinë 2. Nga e dyta në kategorinë e parë, pra bashkë me trajnerë të tjerë, janë aty janë prezantuar këtu edhe sportistët në vite të Traktorit, aty është historiku që kemi bërë ne, historiku zyrtar i mundjes, edhe këtu janë trajnerët më të mirë, mundësat më të mirë, medalistët më të mirë që kanë dalë, dhe unë them se sot ne ja arritim qëllimit dhe më pëlqeu diçka e veçantë, sepse kishin edhe brezat e dytë edhe brezat e tretë të gjithë familjeve sportive të Traktorit Lushnjës. Në Fier u marshua kundër dhunës ndaj grave dhe vajzave me pjesëmarrjen e bashkisë, policisë dhe shoqatave jo qeveritare. Në Fier u zhvillua një marshim sensibilizues në kuadër të ditës ndërkombëtare për eliminimin e dhunës ndaj grave dhe vajzave. Aktiviteti mblodhi së bashku përfaqësues të bashkisë Fier, punonjës të policisë së shtetit, si dhe shoqata jo qeveritare që veprojnë në mbështetje të viktimave të dhunës dhe promovimin e të drejtave të grave. Pjesëmarrësit parakaluan në pedonalen e qytetit, pranë xhamisë, duke mbajtur pankarta dhe mesazhe ndërgjegjësuese, ndërsa u theksua domosdoshmëria e forcimit të bashkëpunimit ndërinstitucional për parandalimin e dhunës dhe mbrojtjen e viktimave. Aktiviteti u zhvillua si pjesë e fushatës ndërkombëtare me qëllim arritjen e ndërgjegjësimit publik dhe nxitjen e reagimit të komunitetit ndaj çdo forme dhune ndaj grave dhe vajzave.
Ndahen çmime për 2 aktivitete organizuar nga Qendra Kulturore e Fëmijëve, konkursi i vizatimit nëntori historik dhe takimi i komplekseve artistike me këngë patriotike dhe partizane mes shkollave të Bashkisë e Lushnjë. Qendra Kulturore e Fëmijëve organizoi ceremoninë për ndarjen e çmimeve të 2 aktiviteteve që janë zhvilluar gjatë javës. Konkursi i vizatimit nëntori historik dhe takimi i komplekseve artistike me këngë patriotike dhe partizane mes shkollave të Bashkisë Lushnjë. Çmimin Krijimtaria më e mirë i jepet nxënëses Ana Maria Dubare. Atëherë filloj me çmimin e tretë në konkursin Talenti i vogël në vizatim për shkollën 9-vjeçare. Alessandro i jepet Alessandro Saraci dhe Hysén Xhek. I jepet Elda Murati Barbulli. I jepet Era Davidi, nxënëse e shkollës Serako Simoni Gjermeni. Po atëherë i jepet Ledion Rustemi, nxënësi i shkollës Rapi Mërtiri. Pavlina Myzeqari, nxënëse e shkollës Fiershegan, vendi i dytë. Në vendi i parë kam kënaqësinë t'ia jap Fiona Sakollari, nxënëse e shkollës Kasha. Sukseset më të Të pranishëm në këtë aktivitet ishin drejtoria e zyrës vendore të arsimit parauniversitar Lushnjë, Arta Dhamo, drejtor, mësues dhe nxënës të shkollave, prindër që me emocion dhe krenari ndoqën ndarjen e çmimeve. Drejtori i Qendrës Kulturore të Fëmijëve, Sajmir Bahja, foli për aktivitetet që u zhvilluan, çmimet dhe certifikatat që u ndan, por edhe për veprimtaritë e tjera që do organizohen nga Qendra Kulturore e Fëmijëve në kuadër të festave të nëntorit dhe të dhjetorit. Gjatë kësaj jave që kaloi, në Qendrën Kulturore të Fëmijëve u zhvilluan 2 aktivitete. U zhvillua konkursi i vizatimit me temë nga festat e nëntorit dhe takimi i parë i komplekseve artistike me këngën partizane dhe patriotike. Pjesëmarrja e shkollave ishte goxha e kënaqshme. Sot u zhvilluar ceremonia e ndarjes së çmimeve sipas vlerësimeve që dha juria për vizatimin dhe certifikatat për vlerësimin që i dhanë shkollat takimit të parë për këngën partizane dhe patriotike. Na nderoi me pjesëmarrjen e saj drejtoresha e zyrës arsimore Lushnjë, na nderuan drejtor të shkollave të ndryshme, na nderuan fëmijët pjesëmarrës të këtij aktiviteti. Falenderoj të gjithë prindërit, të gjithë fëmijët, të gjithë shkollat, të cilët janë pjesë e aktiviteteve të Qendrës Kulturore të Fëmijëve. Ju falenderoj dhe juve si media që në çdo aktivitet keni qenë pranë nesh dhe të papërtueshëm si gjithmonë. Një falenderim i veçantë vjen për bashkinë e cila na mundëson dhuratat për këta fëmijë pjesëmarrës në këto aktivitete. Dëmshpërblimi për të larguarit nga puna. 14 milion euro fatura e largimeve të padrejta nga puna në vitin 2024 dhe ministrit kanë larguar shumë punonjës në vitin 2025. Kuvendi kërkon DAP-it të analizoj lëvizjet e punonjësve. Viti 2025 llogaritet të mbyllet me shpenzime për dhënie dëmshpërblimesh për largime apo pushime të padrejta nga puna me vlerë 284 milion lek. Për 3 vitet e ardhshme, periudhën 2026-2028, parashikohet të shpenzohen edhe 870 milion lek apo rreth 9 milion euro të tjera për ekzekutimin e detyrimeve që rrjedhin nga vendimet gjyqësore të formës së prerë për të larguarit nga puna. Kjo e çon totalin e faturës së shpenzimeve për periudhën 2025-2028 në rreth 1.1 miliard lek ose afërsisht 12 milion euro. Të dhënat janë publikuar tek programi buxhetor afatmesëm 2026-2028 i rishikuar. Një ndër arsyet e rritjes së faturës nga viti në vit është stoku i dosjeve të prapambetura, ku sipas avokatëve në shumë raste tejkalohet afati i arsyeshëm i gjykimit që është deri në 3 vite. Kontrolli i lartë i shtetit vlerëson se fatura për largimet e padrejta të punonjësve të administratës nga puna ishte 14 milion euro në vitin 2024, ndërsa për vitin 2025 kjo faturë deri në shtator referuar shifrave të fundit të Ministrisë së Financave ishte edhe më e lartë, pasi llogaritet në 1.9 miliard lek ose gati 19 milion euro. Ministria e Infrastrukturës kryeson në shkarkimet e punonjësve. Deri në fund të shtatorit të këtij viti rezulton se detyrimet për vendimet gjyqësore të kësaj ministrie arrin në 7.7 milion euro, ndjekur nga Ministria e Brendshme me 5.4 milion euro dhe Ministria e Shëndetësisë me 1.9 milion euro.
Te pushteti vendor, largimet më të padrejta regjistrohen në bashkitë Pogradec, Kavaj dhe Berat. Kuvendi për të trajtuar këtë fenomen problematik i kërkon Departamentit të Administratës Publike që të bëjë një analizë mbi institucionet për masat disiplinare, të rrisë angazhimin në drejtim të rikthimit në detyrë të nëpunësve civil gjyqfitues, me qëllim rritjen e nivelit të zbatimit të vendimeve gjyqësore, të përgatisë një analizë për ecurinë e proceseve gjyqësore të kthimit në detyrë të nëpunësve civil, problematikat e konstatuara, përgjegjësinë e strukturave përgjegjëse në dhënien e masave disiplinore dhe ndjekjen e tyre në proceset gjyqësore dhe përcaktimin e masave përkatëse në këtë fushë, thuhet në rezolutën e Kuvendit. Ndërron jetë në moshën 40 vjeçare këngëtari Shpat Kasapi pas një arresti kardiak. Kolegë, miq dhe figura të njohura të ekranit kanë shprehur ngushëllimet e tyre për humbjen e artistit të dashur për publikun. Shpat Kasapi, artisti Dibran, një nga emrat më të njohur dhe më të dashur të skenës muzikore shqiptare, ka ndërruar jetë në moshën 40 vjeçare pas një arresti kardiak. Ai nuk u ndje mirë në një koncert në Bologna dhe më pas ndërroi jetë edhe pse nuk vuante nga ndonjë sëmundje. Familjarët e këngëtarit dhe mediat maqedonase kanë konfirmuar lajmin për vdekjen e tij si pasojë një sulmi kardiak ndërsa ishte në Itali. Selvie Jao, gruaja e Shpat Kasapit, në një postim në rrjetet sociale tregon se këngëtari ka ndërruar jetë në krahët e saj. Gjithashtu kolegë, miq dhe figura të njohura të ekranit nga Shqipëria dhe Kosova, të tronditur nga lajmi i papritur, kanë shprehur ngushëllimet e tyre për humbjen e artistit. Shpat Kasapi, lindur më 1 maj 1985 në Tetov, u rrit në një familje me origjinë dibrane dhe me traditë muzikore. Karriera e tij nisi në fillim të viteve 2000, ku shumë shpejt u bë një prej idhujve të rinisë me stilin e tij modern, meloditë e lehta dhe performancat energjike. Këngë si Amodo Valle Kosovare, Dashni pa limit dhe Aroma e saj u kthyen në hite që u bën të njohur në gjithë trojet shqiptare. Gjatë karrierës së tij për më shumë se 2 dekada, Kasapi mori pjesë në festivale të rëndësishme dhe realizoi bashkëpunime që lanë gjurmë te publiku. Ai vazhdoi të ishte aktiv dhe i pranishëm në muzikë duke ruajtur popularitetin edhe vitet e fundit. Shpat Kasapi ka qenë i martuar, por së fundmi po kalonte një ndarje dhe ka lënë pas një fëmijë. Lajmi i ndarjes së tij nga jeta ka tronditur botën e artit dhe fansat e shumt që e kanë ndjekur ndër vite. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni dhe në internet në website-in 4plusmedia.tv. Bashkë miropafshim.